Astrid Avdyli alias Balliu, i cilësuar si antar kryesor i një grupi kriminal me bazë në Shijak, është dënuar me 12 vite burg për laboratorin e heroinës të zbuluar në Has në vitin 2018, çështje për të cilën më herët janë dënuar edhe 17 persona të tjerë. I ashtu quajturi i forti i Shijakut u gjet fajtor nga gjykata e posaçme për veprat penale, kryerja veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal, grup i strukturuar kriminal, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Astrid Avdyli ishte dënuar më parë nga gjykata për korrupsion dhe krim të organizuar me 12 vite burg, por apeli i GKK-s prishi vendimin dhe riktheu përsëri për gjykim. Ndërkohë, më një shkurt 2021, gjykata e posaçme dënoi me 125 vite burg 17 persona të tjerë të përfshirë në laboratorin e heroinës në fshatin Brenok të Hasit. Admir Hoxha, i cilësuar kreu i grupit kriminal që merrej me prodhimin dhe trafikun e heroinës, u dënua me 12 vite burg në mungesë. Altin Avdyli, i njohur ndryshe edhe me Novko Niçja, u dënua me 6.8 vite burg në të njëjtin proces. Gjevin Doka, vëllai i ish deputetit socialist Arben Doka, u dënua nga gjykata me 8.8 vite burg. Personat vepronin si një grup i strukturuar kriminal dhe ishin pjesë e dosjes së famshme me numër 339, e cila u regjistrua nga ish prokuroria e krimeve të rënda dhe më pas u transferua në SPAK. Laboratori u zbulua në sajt operacionit Volvo 4 në tetor 2018, ku u sekuestrua një sasi e konsiderueshme heroinë.